Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka e tmerrshme. Në një bisedë drejt për drejt në TikTok kemi zbuluar origjinën e Orionit. Është ullësia më e ndritshme në qiell në Egjipt. Është emër ilir, jo grek. Nga gëzimi i madh thash, ne shqiptarët, intelektualët e vërtet, duhet të dalim në një emision para shqiptarëve të zhveshur në mënyrë që të jemi të sinqert, edhe në kuptimin figurativ edhe fizik. Dhe tani duhet ta mbaj premtimin. Duhet të dal lakuriq. Mirë po, mund të hambas edhe vendin e punës, kështu që nuk e bëj dot, prandaj vetëm po hap pak mishën. Mendoni sikur jam i zhveshur komplet, me sinqeritet plot. Fjala Orion, si e gjeta? Nuk ju a thash miqve të mi në TikTok, edhe në YouTube. E kam gjetur me pak hile, me dinakri. Poemën që unë nxora para 4 vjetësh në YouTube është epi i Gilgameshit, që unë e mbaj mend përmendësh. Dhe Gilgamesh në gjuhën sumere do thotë rini e përjetshme. Heroi i Gilgameshit është Orioni. Është figurë sumere dhe është përkthyer në helenisht, ilirisht, rini e përjetshme, por jo në greqisht. Grekët nuk e dinë ç'do thotë Orion. Është emër asnjanës. Asnjansi është zhdukur në shqip, por ka qenë në gjuhën ilire të gjyshërve tanë. Emri Orion përkon me emrin Orikion. Dhe të gjithë autorët grek thonë që fisi Orikion i gjetur në Vlorë është me origjinë ilire, jo greke. Insistojnë grekët vetë. Orikionët nuk janë grek. Flisin një dialekt të ngjashëm me helenishtën. Pashtu edhe gjuha mesape vjen nga Mesenja, atje gjendet fjala shqipe bile. Mesenja është në Greqi. Në Greqi janë gjetur 4000 toponime arvanitase të dashur shqiptar. Pra, djepi i qytetërimit ilir vjen nga Greqia. Dardanos vjen nga Arkadia. Është e sigurt. Qytetet më të lashta europiane janë në Iliri dhe në Greqi. Iliria është tokë e shenjtë. Orikumi në Vlorë përkon pra me emrin Orikion, kanë të njëjtën origjinë dhe emrin Orion, që do thotë rini e përjetshme. Orikion do thotë një lloj si Orioni. Dhe kjo shpjegohet në fjalorin e Bizantit. Kjo nuk gjendet në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Pra e kam bërë këtë zbulim me hile. E di me 100% që figura e Gilgameshit, që do thotë rini e përjetshme, është e barabartë me emrin Orikion të ilirëve në Vlorë dhe me emrin Orion të përdorur nga ilirët në Egjipt. Pra, Orioni është baraz me yllin Sirius të egjiptianëve dhe viti egjiptian zgjat 1260 vjet. Është i njëjtë si viti i majave. Pra është viti më i saktë. Kuptoj që njeriu nuk jeton 1260 vjet, por matematikanët ilir dhe egjiptian arritën në përfundimin që cikli plot i Orionit është 1260 vjet. Tani Orioni shfaqet në mitologji. Për herë të parë, Orioni është shfaqur si një gjuetar. Kështu ishte edhe Gilgameshi, gjuetar. Dhe mbas vdekjes së tij, ai u vendos në yllësinë e Orionit nga Zeusi bashkë me Artemisën. Ka qenë për herë të parë në Beoti, atje ku kanë dalë Pelazgët, pra popullsi jo greke, Pelazgoi quheshin në greqisht. Është perëndi e Pelazgëve. Pra Pelazgët janë ilirët, janë arvanitasit. Tani, Orioni ka vizituar pikërisht ishullin Kios dhe Lemnos. Do të dim që në Lemnos
janë gjetur shkrimet e lashta të quajtur linear B, që nuk janë shpjeguar edhe sot e kësaj dite. Mendohet që të jetë gjuha ilire e shkruar e lashtë, që gjithashtu gjendet si gjuhë edhe si gjuhë mesape e gjendur në shpella në Italinë e Jugut, sepse mesapët ishin shumë fetar, më fetar se sa njerëzit e shkretë të tjerës, që ta dini. Prandaj janë gjetur shkrimet mesape sepse janë gjetur nëpër shpella. Pra, përkon me popullsinë pellazge në Beoti, ky mit, përkon me popullsinë në ishullin Lemnos, kur është gjetur lineari B, një shkrim që daton në vitet 1200 para erës sonë, dhe shkruhej me disa shenja të çuditshme, të ngjashme me ato shenja njërokshë të gjendura në Kretë. Pra ky është alfabeti i Kretës që paradaton alfabetin që më vonë u përdor nga Fenikasit që përdorim dhe sot. Alfabeti modern. Tani, për herë të parë, Orioni është përmendur në Iliad në konstelacionin e yllit Sirius. Siriusi ishte qeni i gjahtarit Orion. Orioni është përmendur për herë të dytë tek vepra e Odiseas, i cili gjithashtu është në botën e përtejme si një gjahtar. Ai ishte gjithashtu i dashuri i Eosit, pra ishin dy lber, Eros dhe Orioni, që të dy u vran nga Artemisa, që ishte shumë xheloze, sepse këta ishin dy meshkujt më të bukur në botë. Dhe tani, përfundimisht, në veprën e Hesiodit shpjegohet që Orioni ishte viti i egjiptianëve, 1260 vjet. Zgjaste cikli i Orionit i plot. Pra, lidhet me fjalën vit. Tani, unë pyes inteligjencën kompjuterike dhe inteligjenca kompjuterike më sugjeron fjalorin që unë kam botuar në vitin 2004. Megjithatë, në këtë fjalor, fjala Orion mungon. Inteligjenca kompjuterike thot, tekstualisht kështu: fjala Orion dhe Orikion lidhet me rënjën indo-europiane 452, mund ta verifikoni dhe ju, dhe gjendet në gjuhën sanskrite. Pari Jarini do të thot një vit, një vjeçar, ose mëshqer një vjeçare. Lidhet me fjalën Jara, vit në gjuhën e Avestanit, Persia, vëllezrit tan pers. Prandaj është tmerr që po goditen nga amerikanët. Persia është civilizimi më i vjetër në botë. Janë vëllezrit tan pers që po vuajnë. Në gjuhën greke dhe në shqipe është fjala ora, që do thot stin, do thot vit gjithashtu, dhe oros në greqisht do thot kohë, do thot vit. Është origjina e fjalës year, vit në gjuhën gjermanike dhe në anglishtën e sotme, po ashtu është gjetur edhe në gjuhën kelte, me kuptimin kafsh një vjeçare. Është gjetur kjo fjalë Orion si një shpend i bukur dhe është vendosur kjo fjalë nga grekët gjatë fushatës së tyre në Indi. E pabesueshme, ata kishin ilir me vete. Pra kjo nuk është fjalë greke, por grekët kanë adoptuar të gjitha dialektet e lashta të folura në gadishullin ilirik. Prandaj kanë mbijetuar fjalët ilire. Po të mos ishte dëshira e madhe e grekërve për të përvetësuar çdo gjë dhe për të krijuar një gjuhë enciklopedike, kështu është gjuha greke, fjalët ilire do ishin zhdukur përgjithmonë dhe ne nuk do ta dinim çfarë ishte Orion. Pra, përfundimisht Orion do thot vit. Por jo në gjuhën greke. Grekët thonë kjo nuk është fjalë greke dhe këmbgulin që banorët e Orikumit ishin ilir. Lexoni burimet e sakta. Në Aleksandri thuhet që banorët e Orikionit ose Orikumit me latinisht ishin ilir jo grek. Dhe kjo thuhet nga grekët vetë.
Por ata flisin një dialekt të ngjashme me gjuhën helene, sepse një dialekt i ngjashëm është dhe gjuha e Avestanit, po avestanët nuk ishin grek. Po ashtu dhe arianët në Indi flisin, siç e shikoni, një gjuhë të ngjashme me greqishtën, për vitin, për orën, për kohën, por gjuha sanskrite nuk është gjuhë greke. Pra arianët pushtuan Indin, morën me vete fjalën vit. Nuk ishin grek. Fushata për të cilën flasun që u gjet fjala Zog, Orion, është fushata e vonë e grekërve në Indi. Ndërsa arianët e lashtë, pra e kanë marrë këtë fjalë me kuptimin kafsh një vjeçare. Pra, sot është momenti që unë kam dalë pothuajse lakuriq, sepse këtë ju premtova ndjekësve të mi në TikTok. Nuk mund të dalë komplet i zhveshur, po paksa i zhveshur, për të thënë që jam i sinqert, i dashur, i mirë, dhe ndoshta intelektuali vetëm që ka prodhuar toka arbërore. Pra Hesiodi përfundimisht thot që do thot viti egjiptian Orion, por nuk është fjalë greke, është fjalë ilire, sepse grekët këmbgulin që banorët e Orikumit dhe banorët e Lemnosit nuk ishin grek, ishin Pelasgoi, që me sigurisht ndonjë fjalë fyese në helenisht, por nuk ka gjë. Sa më shumë shkojmë pas në kohë, në të kaluarën, aq më ngjashme është gjuha sanskrite me atë latine, me atë të Avestanit, me helenishten e lashtë dhe me ilirishten. Sot kemi gjetur një fjalë ilire, Orion, do të thot vit, përkon me fjalën shqipe ora, që ne mendonim të huazuar nga greqishtja, por pas ka qenë në ilirisht, sepse ora e parë është gjetur në Dimal. Orë diellore, ku thuhet tekstualisht di seks, do thot 2 gjashtat, gjysma e ditës. Ju falimnderit për vëmendjen, të dashur shqiptar, dhe besoj se sot ju kam bërë krenar, dhe mbajta premtimin, dola pak si zhveshur, më tepër nuk dal dot se mund të humbas punën për të cilën mbahem me buk. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Kjo është e papar, sepse kjo nuk ishte në fjalorin e gjuhëve indo-europiane të nxora unë në vitin 2004, megjithatë inteligjenca kompjuterike përdor fjalorin tim për të më sugjeruar mua, autorit origjinal, emrin Orion, madhështore, dhe Orikion në të njëjtën kohë. Dhe grekët këmbgulin që nuk është fjalë greke, dhe që këta janë ilirë.